Peshoni shpirtrat tuaj përpara se të peshohen, dhe mbajini përgjegjës përpara se të mbahen përgjegjës, dhe frymë merrni përpara se fyti t'i ngushtohet, dhe ndiqni me përullësi përpara se të detyroheni me forcë. Në këtë thënie të thellë të Imam Aliut, i cili na këshillon të peshojmë shpirtin ton përpara se të peshohet dhe t'i kërkojmë llogari përpara se t'i kërkohet llogari. Këto fjalë mbartin një domethënie të thellë shpirtërore dhe na kujtojnë rëndësinë e vetë reflektimit dhe vetë llogarisë. Imam Aliu na nxit të vlerësojmë gjendjen e shpirtit dhe veprimeve tona përpara ditës së gjykimit, ku veprat tona do të peshohen dhe vlera e tyre e vërtet do të zbulohet. Kjo thekson nevojën për vetë analizë dhe vetë vlerësim në mënyrë që të korrigjojmë mangësitë tona dhe të përpiqemi për zhvillim dhe rritje shpirtërore. Për të mbështetur këtë interpretim, gjejmë një paralele në Kuranin e Shenjtë në surën Hashr, ajeti 18, ku Allahu thotë: O ju që keni besuar, kini frikë Allahun dhe le të shikojë çdo shpirt se çfarë ka përgatitur për nesër, dhe kini frikë Allahun. Vërtet, Allahu është i njohur me ato që bëni ju. Ky ajet thekson rëndësinë e individëve që shqyrtojnë veprimet e tyre dhe janë të vetëdijshëm për pasojat me të cilat do të përballen në botën tjetër. Imam Aliu na këshillon më tej të marrim frymë përpara se të ngushtohet fyti. Kjo deklarat metaforike na nxit të shfrytëzojmë mundësinë për të kërkuar falje dhe pendim para se të jetë tepër vonë. Na kujton natyrën kalimtare të jetës dhe pasigurinë e vdekshmërisë sonë. Ashtu siç frymarrja është një akt natyror dhe thelbësor, Imam Aliu na nxit të shfrytëzojmë kohën që kemi në këtë botë për të kërkuar pastrim shpirtëror dhe për të korrigjuar veprimet tona. Ajeti 24 në surën Enfal e mbështet këtë koncept ku Allahu thotë: O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur ai ju thërret në atë që ju jep jetë. Ky ajet thekson rëndësinë e përgjigjes ndaj thirrjes së Allahut dhe të dërguarit të tij, ndërsa jemi ende gjallë dhe kemi mundësinë të kërkojmë falje dhe udhëzim. Së fundi, Imam Aliu na këshillon të ndjekim me përullësi përpara se të detyrohemi me forcë. Kjo deklarat nxjerr në parë rëndësinë e nënshtrimit vullnetar ndaj mësimeve të Islamit dhe ndjekjes së rrugës së drejtësisë. Shërben si një kujtesë se nëse nuk zgjedhim të ndjekim rrugën e drejtë me dëshirë, mund të detyrohemi ta bëjmë këtë nga rrethana të jashtme ose ndërhyrje hyjnore. Në Kur'an, në surën Bekare, ajeti 256, e mbështet bukur këtë koncept ku Allahu thotë: S'ka detyrim në fe, rruga e drejtë është të bërë e qartë nga e gabuara. Ky ajet thekson rëndësinë e nënshtrimit vullnetar ndaj mësimeve të Islamit dhe zgjedhjes së rrugës së drejtë përpara se të jetë tepër vonë. Si përfundim, fjalët që të nxisin mendimin të Imam Aliut në këtë thënie shërbejnë si një përkujtesë për myslimanët që të angazhohen në vetë reflektim, vetë përgjegjësi dhe kërkim falje para ditës së gjykimit. Na bëhet thirrje të vlerësojmë gjendjen e shpirtit ton, të kërkojmë pendim dhe t'i nënshtrohemi me dëshirë mësimeve të Islamit. Le të përpiqemi të gjithë t'i peshojmë shpirtrat tanë, të mbajmë përgjegjësi për vetveten dhe të ndjekim rrugën e drejtësisë përpara se të jetë tepër vonë.